Shikues të dashur, tani ne do të flasim në fakt për horoskopin, ashtu që tregova edhe më herët, për ndryshe horoskopi fillon me shenjën time, edhe unë mezi po pres, se nuk është që kam hyrë me lexu për me pas se çka thot për dashën në fakt në këtë rast, edhe çfarë viti munde me pas në bazë të astrologjisë në këtë rast, por si do të qoftë do të na tregoj Erleta për gjitha shenjat një nga një, cila do të jenë ato shenja më me fat ato që do të përballen me sfida gjatë këtij vite. E ftoj me Erletë Rustemi dhe do të vi për me na tregu. Hajde Erleta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Agnes. Gjithë vjen me energji shumë të mirë. Faleminderit. Qenë edhe me zë kom prit me të pas, edhe për me të këtu dhe matej. Mirëmëngjes. Edhe pse me shenjë tonë, pse më janë gjithë me shenjë tonë, më janë nisë me është e para. Tu desh më janë nisë prej fundit. Se gjithë me hile më u bo. Respekto ma se të kom thirë. Nisëj me mua. Edhe mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Edhe Agnes. njëherë qëshje. Mirë. Kom nisë vitin marë. Apo, sa mirë. Sot që ka ndodhur diçka specifike veç ja ku mbo vetës. Okej. Se vitin 2025, ku mendu që ka me konë tepër viti mirë, së që u konë viti keq, po diqysh në sa qaq pritshmërit jenë konë të nalta, sa që s'ka ndodhë kur që dhe më ka do këse kur ka shku këtë. Si të qofë ke qenë me shumë suksese edhe në punë, asë njerë nuk e ndalë, shije me kështu ku pas kohë me Erletën, edhe çdo herë ka të njëjtin vibe, njëjtin energji, më pëlqen shumë, edhe për këtë arsye me kom prit, për ndryshon e kom nis vitin disi si flajs, pak si tu pritu që ajo varet për gjendjes emocionale. Po, rëjmë për më shku kështu dhe pjesa tjetër. Si do qoftë tash, flasim pra për shenjat e horoskopit, a? Po. Çka pritet? A pritet me qeni viti mira? Jo, kështu në përgjithësi. Në përgjithësi, jo 2026 për ndryshe po përshkruhet si vit universal, për mja u përshkru njerëzve pse konsiderohet sakt vit universal është kjo, për shkak që në numerologji 2 plus 2 plus 6, që është 2026, plus 0, i bjen 10, e për me mbet numrat gjithmonë veç një shifror, 1 plus 0 është e barabart me 1, e numri 1 në numerologji është numër universal. Numri universal në përgjithësi kështu i bjen çdo 9 vjet. Herën e fundit kur ka qenë numri universal ka qenë 2017, 2008, 99 dhe 1990. Kështu që çdo 9 vjet, edhe veç me ndonjë pak kështu vit çka ka ndodhur sakt në çat vjet se më ka kop diçka që to se më bërri rahat. Drita treja që jena mirë. Veç me ndonjë kështu pak a shumë vitët që tu që ua përmenda, çka ka pas sakt në çato vite, për shembull 2008-ën, po theksoj gjithçka, po në 2008 nuk kam pavarësia e Kosovës. Mirë, pas ka qenë, ha? Kështu që gjithë ka diçka tepër historike ose shumë e madhe që ndodh kur ka vite universale. Edhe unë po pres që 2026 ako me pas ndaj send big, uroj që të jetë për të mirë, po si do që t'jetë e mirë e keqe, gjithë ai rezultatin fund bot për të mirën e krejtve. Me një afat kështu kohor ma të gjatë, tani e vrem që ka ndodhë diçka për të mirë. Kështu që po përshkruaj që ka me konë vitim më barë. Për që gjysma e pare ti ka me qenë pak kaotike, ajo ka me qenë, për shkak të tranzitëve të mëdha që kanë me ndodhë planetare. Unë i ku mdo pak a shumë se cilën që mësë më mundu mi dhe janari është shumë i gjatë. Duket se kemi mri në fond po janari gjithë është mu i gjatë. Po, janari gjithë mu i gjatë. Janari është një muaj shumë i vështirë dhe shumë i gjatë. është një vit. Për çdo vit kemi tranzite, po tranzitet kryesore 2026 është i Venusit, i Diellit, i Marsit, i Mërkurit, i Jupiterit, edhe janë eklipse diellore, për shembull eklipsi unazor diellor që ndodh me 17 shkurt 2026, e kemi eklipsin total diellor që ndodh me 12 gusht 2026, e kemi eklipset hanore pasaj, eklipsi total hanor që ndodh me 3 mars, edhe eklipsi i pjesshëm hanor që ndodh me 28 gusht 2026. Zakonisht këto tranzitet e Venusit është kur kalojnë nga një shenjë astrologjike në një shtëpi tjetër astrologjike, që më varet pastaj për cilës shenjë është, se ato dhe vrihet qëllimi i tij. Zakonisht lidhet me dashurinë, lidhet me marrëdhënien, me bukurinë, me kënaqësitë edhe me financat, kur kemi pra të bëjmë me tranzitin e Venusit. Ndërsa kur kemi të bëjmë me tranzitin e diellit është zakonisht kur kalon shenja e vitit në një shenjë tjetër. Kjo lidhet me identitetin, me energjinë edhe me vetdijen edhe qëllimet personale. Ndërsa kur kemi të bëjmë me tranzitin e Marsit, kjo është ndrym i shpejt i veprimit edhe i energjisë. E kena pak një si dëshire për me marrë vendime më të ngutshme, priremi pak më shumë prej ngutisë. Veprojmë aty për aty, i marrim vendimet aty për aty. Nga një herë dhe vëmendja nuk është në vendin e duhur, kemi më shumë shpërqendrime, po kjo është
çka i bjen me kon tranziti i Marsit. Edhe tranziti i Mërkurit ka të bëjë me mendjen edhe me komunikimin e të realizuarit me formën e të folurit, me formën e të menduarit etj. E nëse i him shem për sheje. Po. E filloj me dashin, me shenjën e Agnesës. Për dashin ka me kanë viti balancit, ka me qenë viti vetbesimit edhe vendimeve të guximshme. Si shenjë, ashtu kështu jeni kështu shumë të guximshëm. Ruhni, bajagi se zakonisht njerëzit i përshkruajnë pak ma shenjë që vlojnë, për shkak që edhe janë shenjë zjarrit. Mirë, po në fakt dashi është ajo shenja që i analizon pak shenjat, i analizon pak situatat, pastaj vjen me një vendim të caktuar. Dashuria pritet mu përmirësu. Tashti mbarët a jeni në një lidhje, po edhe Po si lidhje të dhe jo shoftë edhe lidhje, lidhje mundet me unë përmirësu, natyrisht, raportet për dashurinë janë të njëjta, mbetet me kanë pak raporti më i ngrohtë mes personave, karriera kërkon me pas pak durim në fillim të vitit, pastaj ka me sjell suksese në fund të vitit. Stabiliteti. Shumë se e kom 20 vite në pozitë. Ta të shohim që shpo shkon. Fillimet zdaj janë të vështira. Normal. Mbetet pe afatit kohor mi pa rezultatet. Ndërsa stabiliteti financiar fal përvojës në karrierë ka me sjell shumë stabilitet gjatë gjithë vitit. Ka me pas edhe rritje emocionale bajagit fort, kjo nënkupton pjekuri, nënkupton situatat të ndryshme që sjellin me një moment ku kime qenë ma i fort me përballu situatën tjetër që të pret, apo çka do tjetër që konsiderosi rritje emocionale fort. Demi, fokusi kryesor është tek stabiliteti dhe tek qëllimet afatgjate, si njëna pishenjave që përshkruhet ma dembele dhe pak ma që përtojnë, zakonisht kur lidhen për diçka pastaj e japin tërsinë e tyre. Kështu që vetmja gjë që i mban tutje është kur kanë tepër stabilitet dhe kur tentojnë mi majt gjanat në ekuilibër. Marrëdhëniet kanë pas harmonike përmes komunikimit të duhur, karrierën kanë me pas të qëndrueshme me financa dhe të menaxhuara mirë, po ashtu edhe këtu letjon rahat të kjo stabiliteti emocional se kanë me pas krejt me një vi lineare, s'kanë me pas shumë luhatje. Zakonisht kanë, a? Kanë, janë shenjë që prirën me pas, për shkak që sundohen prej Venusit dhe dimi që jenë më emocional, din mu lidh bajagi fort kështu me njerëz dhe me prit shumë prej tyre, pastaj kur pritshmëritë e tyre nuk takohen me realitetin, din mu dëshpru. Binjakt. Për binjakt, ka me qenë viti mësimeve. S'mi me thonë që ka me qenë viti ma i mirë 2026, po ka me qenë viti mësimeve. Kanë mu marrë pak ma shumë me durimin e zhvillimit personal. Dashuria ka mu forcu ma shumë nëse përdorin sinceritetin e tyre. Ka me pas ndryshime pozitive në karrierë edhe përmirësime financiare përmes zgjedhjeve të zgjuara. Në varet ashtë krejt, çfarë zgjedhjen ato. Gaforja. Këtë zgjedhje tona pastaj ndikon në krejt vitin edhe në krejt jetën tonë. Natyrisht. Dhe sidomos to financiare, që lidhen me financat. Sigurisht. Gaforja. Për gaforën duket çdo vit është vit i shërimit. Gjithashtu më ri me shiru, gjithashtu më marr me veten. Çka po ndodh me gaforën? Nuk e di. Ka me pas balancë edhe ka me pas mbështetje emocionale më shumë për njerëzit se sa që merr zakonisht. Në dashuri kanë me pas një thëllim më romantik se sa viteve të kaluara. Karriera ka me qenë të qëndrueshme, po ka me pas edhe transformime pozitive, si dhe në qendër të vëmendjes kanë me pas familjen. Ajo pse zakonisht është ndryshe, se gaforja zakonisht gjithë në qendër vëmendjes se ka familjen. Po, qëto janë kryesore çka kanë me pri gaforën për këtë vit. Luani, nashta vitet këtu shenjat që 2026 është tamam viti tyne, është Luani dhe Akrepi. Sa mirë. Shumë. Jo më tata. Për Luanin ka me kanë viti rritjes, ka me kanë viti suksesit edhe i leadershipit. Nashta dhe rahatohen, se gjithë kanë qenë me marrë vëmendje. A janë krejt kështu, apo varet në partë dhe nga në varet, se po bëj pak ajgare, ama varet. Ka me qenë me një karrierë që sa janë të e njoft rrugën e tyre kështu të rrugtimit, qa që dhe kanë me pas avancim në karrierën e tyre. Ka me pas stabilitet financiar bajagit fort edhe në investime, si dhe ka me pas një ambient familjar bajagit qetë. Virgjëresha nuk është viti ma i miri për Virgjëreshën, që shpërshkruhet, tashte, a është pse nuk i pëlqen numrat një, a është pse dojnë me konë gjithë në ndrimet të ndryshme, ajo varet prej vetë Virgjëreshës, po në fakt është pse mundësit e reja kërkohen pak me pas kujdes për Virgjëreshës, ka me hi në fillimet reja, po nëse hi me atë vrullin që zakonisht din me hi për me qitë gjithë shka në vi, mundet mos me konë shumë i fitim prërës për ta. Po nëse hi në të jalon rjedhen gjanave, atëherë ka me qenë edhe një vit që mundet me konë fitim prërës për ta.
Kam me pas sfida në dashuri dhe në mënyrën e komunikimit, kanë me pas karierë të qëndrueshme financiare. Në financa, mund me pas luhatje, por me pak kontroll kanë me ditë me i stabilizu. Peshorja. Për peshorën Ka është... qenë vitit 2025 me këto financa. Gjithkohë një avlin me i përmenë sot. A kena me pas para ju? Po në është mësimi që e kena marrë shumë në gjumë 2025. Po shumë e vërtet. Ja dolim tani në 2026 më mirë. Ka me qenë viti fuqizimit për peshorën. Ka me pas lidhje të reja, të cilat ka me ditë me i shfrytëzu ato mënyrën që i ka harmonizu ma herët raportet, tash ka me ditë me i harmonizu në lidhjet e tyre të reja. Ka me pas një karrierë stabile, viti favorshëm ka me qenë për investime. Nuk thuhet që kanë me pas të ardhuna për investimeve, po nëse mendojnë me investu diçka, atëherë ka me qenë një viti favorshëm, kanë mja po hajrën ma vonë. Po, kanë me pas qetësi familjare. Se zakonisht peshorja është asi shenje që ta më në qëtë një balans dikën tjetër i prishet, e këtë vit ka me pas krejt, kështu ka me pas pak ma me një rafsh. Ta është të thuj njerëz, për krejt, e ke pas. Po mundona, krejt dhe më ndonë të kënaqë. Si do mësë më në gjesë, po mundohë me të reguan të mira, pozitive. Po. Para me ndohë me uqu në ora tete. Dhe me thonë, tashë dhe me po. Që s'ka me qenë vitë ytë veç, këta u përsërin gjëmë. Bash. Akrepi. E për mena që ka me qenë një vetë bajagi sukseshëm për akrepin, ka me pas transformim shumë të thellë personal. Sfida emocionale, fillestare kanë mi kalu kështu me stabilitet, se që këtë 6 mujori i pari 2026 dhe me kohën pak kaotik. Kanë me pas një karrierë të strukturuar edhe shumë fitim prurse, rritjet financiare, thuhet që kanë me marë pare për investimeve të mahershme, aty ku janë aksionar ose aty ku marrin prej qiradhonjës. Kështu që Mendojeni ku po i qëni tani pare që i merë një për kësine pikave. Disi po më kujtohet dhe vitja në gazetë, gjitha është kësha të kjo pjesë e fundit të horoskopit. Edhe lezësha dhe vitë që lezësha temën, me njerë të dashtë që po thonë, okej, të mendua, kam të shka kështu, okej, për realizoj. Në njerë janë edhe ato auditorët që i kemi ledzu në fakt, e ndo njerë vesh personalitetin ku jemi fokusu, ndoshta edhe vitim. Po na i herë, dikush edhe, po menoj njerëzit mujnë mi marë parasysh, mujnë mi marë parasysh, ajo varet këtë për karakterit personin. Në qëse e beson dire në atë pikot se jo. Po, në ashta dikujt bitë si fjallë kure një në shtyllë me bu diçka tutje, ose se zakonisht është edhe pak psikologjike, mënët më të ndajt në mendje dhe me vepruti kur në drejt qasoj fushë dhe në ashta për një me kime pas përfitime. Kështu që krejt varet, a për që kjo tranzicioni i planeteve ndikon në disponimin tonë dhe në mënyrën që shna marim vendime, ajo është... Po, ndot. Së të mos Mars, që ka qenë vitin e kaluar diçka për sërin, Mars ka pas shumë... Këto retrogradat e Mërkurit ndikojnë shumë në mënyrën që shi... Shka kene me këtë lëvizë. Are një rahat. 3 herë, brenda vitit. Po, ka qenë diçka që kanë qenë edhe nga ana emocionalit që kanë ndiku me saj ditë njërës. Ndikon që shumë ndikon. Hajde, ku mbetën? Shigjetare. Hajde mirë, unë po gëzona dhe përshanja të tjera ku bedi ku i kam familjon, që se s'ka sukses të ona, ka të dikush në familje. Vile ti! Të ditë përfitoj. Shigjetari, jena jo shenja avantureske, që kur nuk rinë me një vend, përshka që jena i shpirti liri horoskopit, unë e muj me qujtë, kanë me pas zgjerim të horizonteve, si ju mjaftën që bëllë shetitin, hala ma shumë dojnë me, sa ma shumë me marë. Zhvillim personal, kanë me pas një dashuri të qëndrushme, kanë me pas pak një karierë me sfida, por ka me qenë për një afat kohor të gjatë ka me qenë i sigurt. Vit financiar shumë i mbarë për shigjetarin dhe harmoni familjare, pas ke kuptimeve që ka mujtë mi pas para prakisht. Britjapi, ka me qenë një vit ma me sfida për Britjapin, po me arritje dvogla të rëndësishme. Dashuri me ullje ngritje, por me stabilitet për dikon që ishe lidhjet si çështje serioze. Një karierë që ka më ngrit gradualisht edhe financa me luhatje për perspektiv më të mirë. Në ashtë aktyne që pju thëm adin, herë kështu herë ashtu, nështë ta kanë me morë masit mirë qenë, e jo si këta tjerë të pju thëm mirë, e vish me... Po, se më ka thonë horoskopit që shkon mirë. Ujore. Për ujorin ka me qenë një vit ashtu i rishpikjes i inovacionit. Dhe vetë jenë shenjë kështu shumë inovative, që nuk kanë qaf me undi sigurt kur hinë atë zonën. Po menoj, kur jenë në zonën e rahatis, nuk dojnë me najtë që ato, dojnë me uzgjeru sa ma shumë. Momentin që një në rahat me diçka, këshyrin me eksploru edhe në fusha tjera. Përshka që me qenë i mirë në disa gjana, mos me prit gjithë shka kështu mjarë dhe papretshme.
Kanë me pas një karrierë përmbushse, për me proces gradual, kanë me pas financa të balancuara, edhe lidhjet familjare kanë me u forcu me kalimin e kohës. Peshqit. Të fundit nga rënditja, por asnjëherë nga rëndësia. Vetë shumë pozitiv dhe i favorshëm për peshqit, kanë me pas një dashuri të qëndrueshme dhe të thellë, karrierë stabile dhe me përparime, po ashtu edhe financa të sigurta që kërkojnë me u rrit me kohën, po nëse e di kështu një fjallë prej një kolegu të më punë, të parja jote vetëm është parja që ardhëm për vetën, kështu që momentin që parët të shpenzon, ato veç vinë. Mos u mundon një mirë kështu me... Ndoshta jo çdoherë duhet të tregoj me dorë shtrënguar, pse jo, edhe ndonjëherë edhe kur harxojmë edhe edhe unë hiç s'kam qef... Duhemi të stepemi deri në atë mos. Unë hiç nuk muj me njerëz që është kështu shumë dorë shtrënguar, që kqyrin senet e vogla miru parët. Sa ti kam është dhe të... Kuku! Hajde të Ma ke pagu kofën, Në fakt, mirë është ndonjëherë me bo dhurata, mirë është ndonjëherë me shpenzu edhe për dikë, jo vetëm dhurata, kështu e kam fjallën të shtrejta, po mirë është ndonjëherë. Diçka vërë që ta kujton dikën kur është, se mos me marë, se mos me për këtë arsye, besoj që çdo herë kanë thonë edhe për mysafir, cilët vinë shpesh që sjellën edhe ma tepër, në fakt ne kemi përdorur bereqet, ai besoj që kjo është. Kështu që edhe aty kemi shpenzu, kanë shpenzu të tjerë për mysafir, kështu që edhe për dikë tjetër duhet me shpenzu, në mënyrë që të kemi edhe të vi, të theha, e vërtet. Dhe peshqit mirë, edhe peshqit. Edhe peshqit mirë. Të vëtë, qa u vë krejt mirë? Krejt mirë. Unë e prita dash më s'po më thotë keme imba nesë. Qa specifikës me kona kënesë, po nëse do t'jo në të thëmë. Me shaka, po se do qovë që në ka mirë edhe nga ana karierës, nga ana financave, për shumicën, po për thuaj se gjitha shenjat, kështë që është mirë. Uroj që s'pare ta kemi gjithë shëndetën, e pas taj tutje i realizohen. Për ata cilët janë me që i bojnë këto, ke po dikush që shtipi rifokusu në rrjetet sociale të ma gjithë në i parashikim 2025, po të njejtë ke thonë të patë. Njejtë, po se po ata qështu vitin. Kjo ke pak ma ndryshe. Unë e kom pas në vetë pa udhtime në 2025, kështu që erdë letë. Po du, vishë në 2026 me udhtu. Çdo planifikim që e kom pas në 2025, qoftë për udhtime, qoftë edhe planifikime të tjera, vetëm për një javë tjetër, nuk janë realizu. Nuk e di nuk më ka ndodhë asë njëherë njëtë, seriosisht, sinqeresht. Nështë ta me shku veç deri në qendër tregtare, kom thonë nesër kom e shku, s'kom shku, asë njëherë. Nuk funksionon me senet planifikune? Gjdo herë më ka funksionu, unë nëse nuk planifikoj, unë nuk di që shveproj, nuk moj me uzgju, në që son se kam një rutin, që se kam një agent, një plan, zakonisht nuk moj me funksionu në të ryshe. Viti 2025 ka qenë komplet e kundërta, po shumë, edhe dështë një, edhe e lash nuk bona plane, kështu që është 2026 në pëtut na me bo plane, po si dhe që të uroj që t'jep me kam të mbare dhe t'na shkoj mirë. Uroj që pas kemi pas udhtime, që ato që a i me ndonë një botë realizohen për tjera. Që kene me më parë djetës të tjera. Erlit, falimderit shumë për kohën, falimderit që këtë gjithë ku me ardhë dhe me qenë pjesë e emisionet mëngjesit, me na tregu gjonat mira, si dhe mësë në këtë mëngjes, edhe me dhuru pak pozitivitet, se energjia që dhuroj njerëzit është shumë e rëndësishme, edhe ku peqër energjin tonë. Por zakonisht edhe njerëzit janë qashtu qysh e marim prej tjerëve, kështu që është reciproke. Më vjen mirë. Uroj që t'jetë ashtu edhe për shikuesit e emisionit mëngjesit, falimderit edhe njëherë, ne po e dëgjojmë një këngë, një shkëputje të shkurtër dhe do t'ju mbajtë e informuar edhe për pak minuta deri sa të kalojmë te receta e lindës.